Tani më vjen gjuna që tani është ajo shpreha që nga Musinea përfundon te Zdeqinea. Tani Edi Rama e ka bërë parlamentit të tillë sepse Edi Rama kërkon ta shkatërrojë parlamentarizmin. Unë kam hedhur një bast me ju në studio, Flavio, që Edi Rama është duke zhbërë parlamentarizmin sepse do ta bëjë Shqipërinë republikë presidenciale. Dhe Edi Rama duke bërë kështu dhe edhe njerëzit ne për çfarë po flasim sot? Për cilësinë e parlamentit. Dhe duke folë për cilësinë e parlamentit, edhe Edi Ramës i jep një mundësi sot nesër që ma ja këta njerëzit nuk bëhet kjo punë, duhet presidenciale, të marrë përgjegjësi, populli ta votojë, e kështu me radhë bla bla bla. Pra, kjo është një strategji për mendimin tim që ndiqet për ta shkatërruar parlamentarizmin dhe të përfundojmë përsëri tek njëshi që do të zgjidhet president. Kjo është qëllimi i Edi Ramës, sepse padyshim që ai në atë organizatën e tij kriminale ka dhe njerëz të cilët janë më të iluminuar edhe nga Zdeqinea apo nga X-i na Y-i, e kupton apo jo? Por jo, ai do çojë pikërisht ata që ta bëj parlamentarizmin më gjë kështu, më thënë gjë koti. Dhe ne ta diskutojmë, të fillojmë ta anatemojmë e kështu me radhë. Qëllimi i Edi Ramës është diku tjetër. Nëse Edi Rama është diabolik, Edi Rama ka bërë llogarit. Në 2027 mbaron mandati Barian Begajt, do shkatërrojë parlamentin, do ta bëjë Shqipërinë republikë presidenciale. Dhe kjo është e gjitha që ai po e ka shuar, e ka katandisur parlamentin me këtë lloj drejtje me njerëz të cilët nuk kanë asnjë profesion. Ore thosh Silvio Berlusconi, njerëz të cilët nuk kanë bërë asgjë në jetën e tyre, ti nuk mund t'i vendosësh të administrojnë vendin, shtetin, taksat, financat, ekonominë, sepse ai s'ka bërë asgjë në jetë, mo. Ja këta janë. Si mundet një njeri që s'ka bërë asgjë në jetë, mundet ti ta qosh në kuvend të bëj ligje. Ç'pun ka ai me ligjet? Ç'pun ka me ligjet? Ose një s'ka bërë asgjë në jetë e ti e vendos ministër, ose sekretar bashkie. Ja kjo është. Ky është shkatërrimi që i bëhet me laps. Okej. Sami? Edhe unë gjykoj se vlerësimi i shokut Rama për parlamentin është pak a shumë vlerësimi që kishte Adolf Hitleri një herë një kohë, që thoshte që parlamenti është një mbledhje kot ku zihen sa njerëz edhe vetëm sa na prishin imazhin dhe s'duhet. Madje në një rast që i pohojnë që keni më njanuar gratë nga jeta politike, nga parlamenti, nga gjithçka. I thotë, ç'është ajo fjalë? Tha, ne nga parlamenti kemi më njanuar jo gratë, po jo vetëm gratë, po edhe burrat, sepse nuk gjykojmë që ai është një vend në të cilin ja vlen që patjetër, krejt pa domosdoshmëri, madje përkundrazi është i dëmshëm sepse na prish punë. Edhe shoku Rama kështu pak a shumë e sheh parlamentin, po unë do shkoja për te parlamentit, do thosha që ai kudo, edhe në qeverinë e tij është rrethuar në vazhdimsi nga po themi fëmijë, politikisht fëmijë, njerëz sa gradhe, ca fëmijë nga ato që nuk i ka pas ligj. Ka një shembull brillant. Pikërisht. Të lutem, për ta mbyllur këtë temë, dua poezinë e Gent Cakës, atje ku lind dielli. Shumë bukur. Po, ju lutem vazhdoni. Dhe kjo nuk është thjesht dëshirë për të ndryshuar një sistem, do shkon përtej nevojës për një republikë presidenciale. Kjo është nevojë për të ikur drejtësisë, duhet të ketë njerëz tjerë që marrin përgjegjësi për të, njerëz tjerë që firmosin. Kemi vendimet të Këshillit të Ministrave që janë firmosur nga zëvendës kryeministri. Në vazhdimsi. Në vazhdimsi. Dhe në fund fare, ja po e shikojmë tani që njëri pas tjetrit këta shkojnë, dikush hetohet, dikush shkon në burg, po. Dhe të gjithë, për të gjithë thuhet që kanë ngrënë dardha mbas krahave të tij. Pra, për këtë arsye dhe i duhen gjithmonë këta që idiotë dobishëm. Idiotët e dobishëm, pikërisht që nga parlamenti deri në qeveri. Mbaj mend që kur bëri qeverinë e parë. Megjithatë, si i themi se është një balancë brisht ruajtja e kohezionit social. Si ja vërtetojmë ne fëmijëve të vegjël dhe prindërve që t'i shkollojnë fëmijët dhe t'i bëjnë qytetar të mbar, nëse këto janë shembujt e suksesit dhe të pushtetit?
Ky është problemi më i madh pastaj. Në vazhdimsi, ashtu sikurse në të shkuarën partia na krijoi njeriu në ri, që la pasoja edhe në edukimin e brezave më vonë, sepse brezat e edukuar në atë kohë me dashurinë për partinë më pas vazhduan, rezistojnë edhe sot dhe vazhdojnë të edukojnë brezat e rinj, dhe kam student 18 vjeç që më thonë që në kohë të shokut Enver ka qenë më mirë. Po ju nga e dim sepse na ka thonë gjyshja mami babi. Aktualisht edhe kjo që po i bëjmë shoqërisë me këtë prezantim politik është post njeriu i ri, le të themi që është edhe më i dëmshëm akoma, sepse po i hap rrugën rikthimit në të ardhmen të një diktature. Po sa ishte indoktrinuar ideologjikisht, po shkencërisht ishte eficient. Patjetër, po në anën teknike, le të themi, mundi që të kemi as anën teknikën. Tash s'kemi asgjë. S'kemi as prodhim, as matematikë. Qartë. Sa kanë? Ti çka ka mbetur Flavio? Po. Ka mbetur vetëm me që themi tek Adolf Hitleri, ti vendosim zjarrin Reichstagut edhe jo ka mbetur, s'ka mbetur asgjë tjetër më tani. Jo, ne ti e di që kemi metoda tjera, ne nuk do i vëmë zjarrin, do i vëmë kazmën që të bëjmë pallat aty se edhe parlamentin do i kemi kat 6. Bet një kull e bukur, në fakt. 40 kate hotel, kati 6 është kuvend. Jemi dakord gjithë, besoj do miratohet, i dham një goxha ide kryeministrit, regjia më thuaj nëse e ke